Përshëndetje. Marrëdhëniet nuk përfundojnë nga një sherr spektakolar që duket si sken filmi. Ato vdesin ngadalë, me heshtje, me zakone të vogla që ne i quajmë normalitet. Dhe pastaj habitemi. Po si u ndam ne? Ne s'kishim ndonjë problem të madh. Po pikrisht, këto gjërat e vogla janë vrasësit e padukshëm. Unë do të rendis 12 gjëra tipike që shkatërrojnë një marrëdhënie dhe për t'ju bërë të prekni pak realitetin ku shumica prej nesh i bën pa kuptuar. E para, intimiteti pa kufi. Gjithçka bashk, gjithmonë. Dashuria nuk do të thotë t'jeni bashk dhe kur ecni drejt dhomës së gjumit. Apo të dini çdo gjë të partnerit që mendon pa e pyetur. Kjo është zhveshje e misterit, jo afërsi. Kur gjithçka bëhet publike mes dy njerëzve, nuk mbetet asgjë për të dëshiruar. Dashuria ka nevojë edhe për pak sekret, pak hapësirë personale. Ashtu si ajo ndjenja kur pret që ai apo ajo të mungoj pak. Nëse s'ka mungesë, s'ka emocion. Ka vetëm rutinë. E dyta, gjithkohon bashk, por pa bisedë. Jemi gjithmonë bashk, por nuk kemi çfarë të themi. Përveç, ke ngrënë? Ku do dalim? Ose, pse su përgjigje në celular? Çdo bisedë tjetër është shumë. Kjo quhet monotoni e lartë dhe është vrasëse. Përveç kësaj, kur punoni bashk, problematikat shumohen. Një gjë e vogël si pse nuk u pastrua tavolina, mund të shndrohet në debat që zgjat për javë. Dhe kur gjërat bëhen të zakonshme dhe nuk ka surprizë, marrëdhënia humbet shijen e saj. E treta, e njoh komplet. Fjala që paralajmëron fundin. Kur thua e njoh plotësisht ose komplet, ke ndalur së kërkuari. Askush nuk është i përfunduar. Partneri mund të zhvillohet, të zbulojë interesa të reja, të takojë njerëz të tjerë dhe aty hapet dera për zhgënjim ose për dikë tjetër që po e sheh ende. Për shembull, ai apo ajo ka filluar një kurs online për të gatuar. Dhe ju sapo e keni kuptuar. Po çfarë të panjohurash ka akoma që ju nuk i dini? Dhe më e rëndësishmja, pse nuk pyetet më parë? Sepse menduat se dini gjithçka. E katërta, humbja e interesit reciprok. Nuk mjafton të jesh në të njëjtën dhomë, të shikosh të njëjtin kanal televiziv dhe të hash të njëjtin gjell. Interesi duhet të ushqet. Pyetja e thjeshtë. Si ishte dita nuk do të jetë mekanike, por shumica e çifteve e kanë kthyer atë në ritual. Po mirë, ti si ke qenë? Mirë, mos shkoj hajt. Dhe pas 20 vitesh, partneri mund ta surprizoj, por vetëm nëse dikush ka ende dëshirë të zbulojë. Shumë herë kjo dëshirë shuhet nga rutina, lodhja dhe ajo ndjenja e reme ne dim gjithçka. 5. Komunikimi që s'është komunikim. Flasim, por nuk dëgjojmë. Reagojmë, por nuk kuptojmë. Secili mban fjalimin e vet dhe nuk e pyet tjetrin. Dialogu kthehet në një garë. Kush ka të drejtë, kush fiton? Shumë çifte nuk e kuptojnë se ky nuk është debat inteligjencë. Është izolim emocional. Dhe po ashtu, ka disa që mendojnë se sa më shumë të flasësh, aq më mirë është. Jo, nuk është kështu. Ka kufi. E gjashta, komunikimi i tepruar. Raportim çdo 5 minuta. Mesazhe, telefonata, ku je, çfarë po bën, me kë je, çfarë i the, çfarë të tha. Kjo nuk është dashuri, ky është spionazh. Dhe kur gjithçka raportohet, nuk mbetet asgjë për mall, për dëshirë, për pritje. Partneri nuk të mungon më, sepse nuk është larguar kur emocionalisht. Dhe ja ku vjen problemi. Kur gjithçka dihet, gjithçka raportohet, dashuria shndrohet në detyrim. E shtata, interesi që bëhet presion. Fillon si kujdes, mbaron si kontroll. Dëshira për të ditur çdo hap të partnerit shndrohet në lodhje. Kur kjo kthehet në kontroll,
asnjë marrëdhënie nuk mbijeton pa dëshirë personale dhe hapësirë. E teta, mbytje emocionale dhe varësi. Kur njëri partner varet totalisht nga tjetri, krijohet varësi emocionale. Ai që mban peshën e marrëdhënies, lodhet, mbytet dhe kërkon të largohet për të marrë frymë. Kjo është ajo që ndodh në shumë marrëdhënie shqiptare. Do të jemi gjithmonë bashk, por askush nuk pyet, a kemi kohë të marrim frymë si individ? E nënta, xhelozia patologjike. Xhelozia nuk është romantike, është paranoj. Ai apo ajo krijon skenar tradhtie pa prova. Aq sa partneri ndëshkohet për gjëra që nuk i ka bërë, vetëm sepse mendja e tjetrit ka fantazuar, dhe kështu vritet çdo besim. 10. Seksi që bëhet stres. Kur seksi nuk funksionon dhe ne bëjmë sikur s'ka ndodhur gjë, problemi rritet. Frika nga dështimi sjell shmangje, shmangja sjell ftoje, ftoja sjell dyshime. Gjë që mund të zgjidhej me një bisedë të sinqertë, bëhet dramatike. Dhe të gjithë e dinë që dramat zakonisht nuk kanë happy end. 11. Parat. Tema që s'ka lidhje derisa të ketë. Parat janë pushtet, siguri dhe shkatërrimi i marrëdhënieve ku nuk bëje në dakordsi. Diferenca mes po i ruajmë për pushime dhe jo shpenzoj gjithçka është e mjaftueshme për debate të mëdha që zgjasin javë të tëra. Kriza ekonomike e nxjerr gjithmonë pak të problem. Nuk është justifikim, por një kërcënim i vazhdueshëm. E 12. Marrëdhënia në fund të listës. Kur çdo gjë tjetër është më e rëndësishme se lidhja, puna, lodhja, rutina, s'kam nerva sot, marrëdhënia thahet, shteron. Jo nga mungesa e ndjenjës, por nga mungesa e kujdesit. Dashuria si një bim vdes kur nuk e uit. Nuk vdes sepse nuk e do, vdes sepse nuk e merr kohën, nuk e mendon dhe nuk i jep frymë. Dhe si përfundim do të thosha se këto 12 gjëra që unë rendita nuk janë ekstreme, janë të zakonshme. Aq të zakonshme sa shumica e quajnë tepër normale dhe pastaj pyesin po si u ndam ne kështu, sepse kur nuk kujdesemi për gjërat e vogla, vjen një ditë që kuptojmë se nuk jemi më bashkë. Marrëdhënia kërkon përpjekje të vetëdijshme, jo perfeksion, vetëm vëmendje dhe respekt për njëri tjetrin, sepse ajo që nuk ushqehet emocionalisht vdes në heshtje. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshi.